diçka tjetër. Ai që më trishton në tregun tuaj, unë personalisht nuk e kam thënë kështu, e kam thënë në biseda të ndryshme me artist. Po unë duke qenë se këtë e kam thënë 100 herë, po do vazhdoj ta them, duke qenë se kam bërë një pjesë të edukimit tim në Amerikë, kam qenë brezi 90-s që ne jemi rritur me përveç vokaleve të mëdha që ishin Whitney Houston ato, jemi rritur me alternativën, me këngëtar, me pjesën që unë vishem kështu siç jam, okay, do drogohem pak, po unë vishem me i trikot vjetër. Po unë e kam filluar në garazh muzikën dhe do vazhdoj të jem ai artisti garazhit, dhe po të jem me miliona, do vazhdoj ta shes biletën $35, se unë nuk e çaj kokës sepse unë dua muzikën. Pastaj kur isha në Amerikë shija ka qenë Lilith Fair, ka qenë në një nuk kam qenë në një shkollë all women, që ishte vetëm femra, kështu që u rrita me shumë artiste femra, ka qenë një artiste shumë e famshme Ani Di Franco, që unë e dashuroj, është artistja e jetës sime, e cila 18 vjeç i thanë që ti je talent, hajde të bëu bjonde kështu. Është ajo pjesa që i tha dhe Pingut që e ka dhe në këngë. Që hajde në LA, kështu e tha jo, tha do hap studion tim, atë hapi një Righteous Babe Records dhe e shije në skem mënyra se ai binte kitare, si këndonte. Unë kam parë shumë artist, kam parë edhe në Shqipëri. Dhe deri në një pikë dhe në Shqipëri dhe në botë unë shih artistin rock artist, artisti që kjo duket e keq, po edhe alkooli i shkonte, s'duhet pini alkool as drog, po e them kështu si i shkonte, ishte si, më kujtohet dikur ka qenë një jazz singer e famshëm Billie Holiday, që ajo tër vuajtja e saj kishte zë instrumentin e vuajtjeve të veta, po ta dëgjosh Billie Holiday është gjithë vuajtje. Dhe kjo gjëja ka kaq vite që unë për shkakun kam një boshllëk. Këngët më pëlqejnë, i shijoj ka shumë këngë shqiptare. Dhe padyshim i di dhe nga afër, i di struggles, i di lodhjet, i di mundimet, i di tregun që duhet nxjerrësh 4-5 këngë, 6 këngë sa harrosh, nuk e di. Por më duket edhe mua është bërë shumë matematik, është bërë si kauçuk. Dhe më vjen keq ndonjëherë shoh këngëtarë të cilët kanë filluar liceun për të kënduar, kanë pas ëndër të këndojnë dhe tani it's like they're half singing, half selling bodies. Half singing, half selling clothes. Varet edhe për energjisë kolektive. Do me thonë çdo epokë të muzikës, edhe energjia kolektive u kon e njëjtë. Do me thonë në atë kohën është 80-at, ka pas revolucione shumë, edhe muzika u kon me mesazhe, me çka ka pas nevojë populli. Edhe tash njerëz të bojnë muzikë që dej dje kanë bërë muzikë që kanë dosh populli. Edhe tash për momentin as populli, as artistat nuk po din çka po dojnë. Edhe që kjo është, menoj, se nuk janë mirë as, do me thonë është një energji kolektive pak, jo me thonë depresive, po pak konfuze me mu përshtat me realitetin e ri. Edhe attention spam u bo shumë i shpejt. Do me thonë, nuk po mund është më koncentru. Këtash kongë që dhezin janë ma shumë kongë TikTok që i gjenë. Unë kongë që i kam playlist, nuk e di as kush i kënon, veç i kam po në TikTok, më kanë pëlqy edhe i kam marrë. Edhe qatë shumë ka informacione, edhe qatë shumë ka sene për me konsumu, qatë shumë po konsumojmë, sa që nuk është as fojit e artistat. Jo, nuk është, ajo është absolutisht i the shumë bukur, është energjia kolektive, është në gjithë botën kjo. Është energjia kolektive, se nuk është po ndodh veç te na, është edhe në Amerikë, është edhe gjithka. Patjetër, gjithandaj, po. Edhe që kjo është ajo analiza jam që menoj që është arsyeja pse është ndodhur që kjo. Për çato, momenti është me eksperimentu, edhe me gjetë çka po funksionon tash. Me gjetë diçka që ka mesazh, diçka që t'jep një emocion. Unë këngët e mia për shembull mendoj që më japin shumë vibe edhe shumë emocion, edhe po mundona që këngët me tingëllu qaq jashtë kësaj bote, me të çu diku tjetër. Kur e nin këngën, do me thonë këngë obsesion, unë personalisht nuk e di për njerëzit, po mu më qënë diku tjetër, edhe më nimon me ik për realitetit. Me që energjia kolektive për momentin është pak e ronë, muzika që na duhet është një muzikë që të bën me një diçka. Se njerëzit më thonë ka një herë, duhesh me bo hip-hop, Unë përveç që nuk po ngoj hip-hop vetë, se s'po m'jep naj emocion, s'di që shme ta spjegu, naj konga ty këtu e ngoj nështë ta naj herë, po ma shumë po ngoj lloje tjera të muzikës që po m'japin diçka, që po m'qojnë dika.
Edhe që kjo është ndodh edhe me njerëzit. Njerëzit ka nevojë për një muzikë që i çon dika që ndoshta pak i ik për realitetit mundan që e kanë momentalisht. Shiko, po edhe money, it's good. Po normal, money is good. Për artistë, për juve që jeni në top, domethënë, ai sa jeni 10-15 veta, se nuk është për gjithë. What is bringing money now? Çka është të pru tash pare? Se nuk janë më hitet që janë konë para 2-3 vjete. Nuk janë më ato të funksionu. Ato metoda, ato ligje që i kanë kriju vetë pa lidhjet hitet veror, hitit imror. Nuk po funksionojnë më. Tash duhet me eksperimentu, duhet me evolu si persona, duhet me marrë me mbrendësin tonë, paralelisht me evolu si artista, nuk kanë qare, ose me të brapa, ngec, ose duhesh mu kfill, njona. Edhe duhesh me ngu zemrën tone, qka është për ty, për shembull, ndoshta unë i bëj do këngë që ty nuk t'japin asnjë emocion, po është një qike vogël atje, që i jep diçka, i jep zo, ndoshta ja kom spjegu një emocion që ajo nuk din me thonë me fjalë. Ndoshta hiç nuk kom thonë kur gjë. Energjia që ja kom jap kur e ka një atë kongë, i ka dhonë zemër, i ka dhonë mbështetje, se që ajo është muzika në fund ditës, është frekuencë, duhet me dhonë diçka, nëse nuk t'jep ty, jep dikuj tjetër. Për të gjithë artistët ka audiencë. Ti e di që unë kam nga shprehjet e tua nga një këngë, është shpreha ime tash, është një edhe femrën e kam marrë fase, është the best. Sepse unë kështu jam, në fakt kështu ka qenë dhe jeta ime, edhe në qoftë se edhe në lidhje, kush ka qenë ish, gjithmonë më ka ndash shumë mua. Kështu që gjithmonë femrat i kam të mia, kush do të jetë, domethënë, edhe ka pëlqyer shumë ajo se ka qenë kështu, sikur më shkonte mua. Dhe ka vërë edhe në hip-hopin tënd, pavarësisht se okay, kishte kanë qenë edhe gjëra të tjera që përmendje, jo kokainë, jo por ke dëshirë ti që të tregosh që femra është self-sufficient, e bën, unë jam këtu, e bëj, domethënë në mënyrën tënde e ke pas shumë të fortë të pjesën, shumë të nevojshme. Kjo të ka raste ke shkruajt vetë apo jo? Po, edhe çdo sen që e them e munona me deliver çaq bindshëm, sa që ti si dëgjues gjithçysh ke me një qatë sen. Atë një kom do kongë që i ngoj thëm me shku me rejna jo me rejna atë kuptimin, po qatë shumë t'jep zemër, sa që menon që jetë trimi botës, edhe do që si kom release, halo, kom jo release, asi të po reklam. Edhe munona qatë energji me dhonë, qka do që e thëm, qka do që e bëj. Edhe kolumbiana, edhe shqipe, edhe gjdo kongë e jamja, kurenin, qfar do zhoni që është, delivery is on point. You like it or not, atë pëlqen ajo, s'ka lidhje. Delivery është gjithmonë on point, edhe që kjo edhe njerëz e nin, e reflekton. Unë mendoj që je shumë i që në pjesën eksperimentale, në fakt që do të eksperimentosh, në fakt edhe në po të shohësh edhe në Spotify në top listën, ka filluar tani është futur shumë muzikë. Ka qenë një farë kohë për vite me radhë që ishte hip-hopi. I love hip-hop, do të thënë shumë nga artistët e hip-hopit janë gjithmonë shumë të mirë dhe t'japin, natyrisht janë fantastik, shumë prej tyre. E vërtet. Por disa janë poet, pa parë. E vërtet. Por është futur muzika prap. Kurse ajo që kam parë në Shqipëri dhe se rrim që me vonesë. Na duhem një çiko. Tash unë besoj që është fundi fare. Unë për mendimin tim është fundi sepse është futur pak një dëshirë dhe shoh shumë meshkuj këtë, kam parë shumë të verë, kam parë shumë edhe në video dhe kështu, dhe kur kam qenë afër nëpër plazhe, fuqia e reperave meshkuj, të cilët bravo u qof punojnë, por edhe gëzimin dhe hovin edhe gocave, përveç çunave, më vjen keq edhe për çuna për gocat, që t'i gëzohen akoma gjërave që teksteve të dhunës të këtyre që i ka kaluar, e po t'i marrësh me muzikën, po i kalon koha dhe andej. Pra këtu vazhdon akoma dhe mendoj që është fundi se s'ke ku të shkosh më. Jo, s'ki mo qa me thonë, i kena thonë krejt. Sa të po djegin këtë vit, po dishin skena për disa prej tyre. Edhe, për shamë kërëm kone vogël, e kom gutë të pake, nejse, a i ka posët edhe to plot kongë sensibilizuse me mesazh të fort, po ka posët edhe këto komerciale që ka thonë komet mytë, komet ta bo kështu, komet ta bo ashtu, ti je kështu, ti ashtu, unë jam kështu, unë jam ashtu. Edhe mendoj që u kry mo, abde nuk po kena mo qa me thonë, njerës ka nevoj për emocion që shtash, nuk ka nevoj kërkush mo me të një ty tu e livdu vetën, edhe tu kalzu sa kjera i ki, edhe sa u kon cool, edhe kur je nështa edhe Gen Z, ose kur je adoleshencë, kur ki ma shumë hiperaktivitet, është
cool, edhe nuk I qef mi I fellit I me ngu një kongë edhe me menu shumë. Ki qef një kongë që ta rëkton për momentin edhe ta jep një farë vetë besimi. Edhe që kjo u konë ka funksionu disa vjetë. Është hera par një histori e kom po një lajmë që nuk ka në Billboard 100 kongë hip-hop në 40 Po pra, 40 vende. Që për herë par një histori nuk e di cilit vetë ke. Që kjo është ndodhë në këtë botën, nuk është veç të na, domethënë. Arsyeja është energjia kolektive prap. Se ma herët menoj që njerëzit janë konë shumë superficial, kanë menu që parja të bënd të lumtur, kanë menu që me pas shumë femna, ose shumë aden të bojnë t'japin vlerë, edhe ajo energji mo nuk është të mbizotru. Tash është energjia e transformative, me gjetë vetën, me gjetë diçka që ka vlerë, se si përfatësoret mo nuk po funksionojnë. Juve të hip-hopit, pra shko sa ke qenë në hip-hop, keni dhe kulturën e bifit që keni tuaj. Nuk e di se ti ke qenë përfshirë në bifet? A I kishe të vërteta bifet, apo ishe pjesë e kësaj, se jam kurioze për to bifet? Unë bifet, dyqysh I ku marrë gjithë shumë qesharake I në atë kuptimin qesharake pse po bojnë këto kështu, po nuk I ku marrë seriozisht kurrë. Edhe që jo menoj që më ka majtë shumë në avantazh, se unë nuk jom lidh emocionalisht me ato që mi kanë thonë, ose I kom thonë. Po njëse ke përdor një qikë, se fleti, nuk kurse... Po I kom pas funny, nuk I kom pas kur dhe në atë pikë menoj që me ofendu dikon shumë ranë, apden dhe në atë pikë personale. Ma shumë I kom pas në përgjësi, generale, tani e kap ke dikon, unë se kisha problem, se ishke prap arktuse, se ishke pjese hip-hopit, ishke pjese brandit, tem, edhe po tashmo, dyqysh, edhe bifat menoj që e kanë hupat lezetin, aden s'po është mua as interesant. Ti si e, qa ti bi, është e vështirë punosh me ty ose të feature me ty të bashkëpunosh, je komodi, futesh direkt apo je ftohtë? Ma herët kom pas ma të letë, kur kom bo hip-hop, kom pas ma të letë me bashkëpunu, me gjithë një gjutë për bashkët me njerës, po që ta shkove të hundit që e kom dru shumë zhanërin, po mdo këtë pak e vështirë, me bo që kom bo ma herët, edhe mu përputh në është ta frekuenca me njerës që po bashkëpunoj, se po mdo këtë që kom shku qaq me një rrugë tjetër kreativisht, sa që nuk po di me gjetë një mes me njerës tjerë. Se pe kom një bot shumë ndryshe, jo që unë e kom një bot ma të mirës, po du me thonë me lutu vetën e këta ma keq. Tjetër, po është tjetër frekuencë, edhe qëtash pak pe kom ma problem se që e kom pas ma herët. Vetë pe kom ma letë se po jam 100% që ato që po du me dhonë vizionin se ka njëherë tjertë kanë tjera plane, tjera vizione, tjera ide, është normal ma vështirë. Nese, për shumë marim në hip-hop me Creation dhe me Lyrical Sack e goditur në të dyja dhe të pasitet dhe të kë... Po kur janë edhe artista që janë shumë talentum, është shumë ma letë. Adhen që janë tepër që janë edhe ata që bojnë tekste, që bojnë vija melodike, e kur duhet te me bo vjen melodike edhe tekstin edhe për tjetrin, është pak ma, adhen, problem. A kur janë krejt kreativ, është shumë okej. Ti përveç se je rapper, përveç se u fute fort, edhe ndenje fort, je dhe seksi, femër, si ke përballuar ti të perceptimi që mund të kenë për ty kjo botë burrash për rreth? Unë jam një shumë krenare me veten, se menoj që me kon një pi reperave ma të mirë, femna dhe meshkuj, në një industri, në një zhanër që është I dominum pi meshkujve, është goxha jo në është ta privilegj, po njëhesh pak si e vequme, si ma ndryshe, si adin është një fan ndjenje e mirë. Po nuk e kom një kur atë shme thonë diskriminimin, jo pse ata nuk kom qesin mu, përshamë kur thojnë cili është reperi të preferum, 10 reperat e tu të preferum, nuk e kanë zakon mos me shtini femën aty. Pse mos me shtini femën aty? E vërtet? Përshamë edhe Nicki Minaj e ka këtë problem. Nicki Minaj është ma e mirë se 80% e reperave në Hollywood, me thonë. Nështë ta
90%, 99%. Po. Edhe kërkush nuk munohen ton kohën qysh mja hek kredicat dhe mja ull pakat madhështin, kur s'është nevoja. Unë nuk e kom dje, se unë e di pse ndodh kjo, e di mentalitetin e qësoj që apo ndodh, edhe nuk kom prit për validim të gjinisë mashkullore, ose me më krahasu, se unë e di shumë mirë vlerën tem. Unë nuk është që brengozna shumë kush po më pranon, kush po më thirr, kush s'po më thirr. Unë me rëndësi me më dash Zoti. E burr kjo. Kryesisht thonë më dash publiku, kurse ti the Zoti i pari. Zoti është me rëndësi më dash, tani edhe publiku është shumë mirë. Si e ke ti marrëdhënie me fansat? Ka njerëz që i duan pastaj, do të thonë okay, të dua po sa më larg teje, se bezdisëm ka njerëz që rrinë, flasin, bëjnë, si e ti në këtë? Unë fansat i du shumë, i kom kryesisht rini, për që ato edhe qatë shumë i du sa që kom qelë edhe një fondacion, se e di që shumica e fansave të me janë rinia. Do me thonë, moshat prej 15 dhe 25-30, edhe 20 zemra, s'ka problem. 40, 50 rinia. 50 rinia. Edhe kom dosht me dhonë për komunitetin, edhe për ta. Munona, në fillim ma shumë kom komuniku, se kom dosht me ju dhonë kurajo, me ju dhonë vetbesim, me ju dhonë nështë edhe me këshilu, po tu rrit ma shumë fama. Nuk mund është me au këthy krejtve, nuk mund është me komuniku me krejt, nështë i ki edhe problemet e tua, i ki edhe punët e tua. Për qatë arsye, kom kryu edhe njona për arsyeve, kom kryu edhe fondacionin që me dhonë për komunitetin. Unë do them që për fondacionin, të japësh për të ngrënë, për mua nuk është bamirësi, të qosh qese buke. Është një gjë, okay, bëje. Por të krijosh mundësi, kjo është bamirësia më e madhe. Dhe mua më ka bërë përshtypje që kur e kam parë lajmin që ti kishe kontribuar në financuar një laborator apo jo? Po. Më thuaj pak më shumë? Për gazetari. Për gazetari. Unë nina tepër mirë kur jap. Jo me dhonë pa mendje, me dhonë aty ku duhet, ku e meritojnë, edhe ku e din që ka brom që e nxerrin qatë mirën. Se për shembull, ka njëherë janë njerëz që nuk i kanë kushtet, po kanë shumë potencial. Edhe na si artista menoj që përveç muzikës, edhe me menu veç për veten tonë, edhe për me bo kongë tona, me bo koncertet tona, duhet me menu pak edhe për fansat, edhe për njerës që po langojnë. Edhe mënyra ma e mirë është ata që dojnë minimu. Do me thonë ata që dojnë edhe që kanë potencial, edhe që kanë brum. Se ja she hajrin edhe ti, ja shojnë hajrin edhe ata, edhe ja she hajrin edhe këtë shteti, edhe fakulteti, edhe gjithkush. Kështu që ka njëherë thojnë edhe minimu ku s'duhet të kthehet keq. Kështu që duhet me minimu ku duhet. Jo, ajo ishte geniale ajo jotja, geniale. Më bote bëjmë, po këtu kanë ndihmuar, po në këtë lloj forme kjo është shumë e rrallë. Ke dhënë lek për të krijuar një mundësi, dhe jo për sot. Pra ushqimi më i mirë se sa edukimi nuk ka, ushqimi i dhënies mundësive. Është pak a shumë si një logjikë e një lideri të mirë. Ke menduar që mund të iniciosh gjëra, pra si e ke këtë pjesë e leadershipit? Ka disa lloje të liderave. Te mund është me bashkëpunu mund është mësë më kon vetë lider, mund është me bashkëpunu edhe me lidera tjerë. Unë këtë rast, përveç që jam vetë lidere, një lloj tjetër i liderës, e kom edhe ekipën që janë lidera, e kom menaxherën, Rina Malsori, është menaxherja jam, ajo... Po pra, më pëlqeu fakti që dhe femër Rina, dhe kemi këtu... Po, ajo është, do me thonë, si me thonë, struktura e lumit. Lumi me ujë unë, ajo është struktura lumit. Idetë që i kom unë, ajo i bjen njetë. Do me thonë me anën teknike, i organizon senet, i bën. Edhe kur ki njerëz që e kanë vizionin e njëjtë, e kanë i njëtin e njëjtë, e kanë senet që ty të mungojnë nështë ta. Me punu me njerëz që ti e din, je i vedishëm, sa din, sa ki kapacitet, sa duesh me dit, me mësu, nëse se din. Edhe i gjendo njerëz që të mungon, që i kanë që ato senet që ty të mungojnë. Edhe kur krijon një ekip till, unë e kom kriju vetë ekipën për fillimit, kom gjetë njerëz që i kryjnë punët
e veta që shduhet. Do me thonë edhe që janë lidera, edhe që janë toft, edhe që janë njerëz të mirë. Edhe qështu, suksesi është i pa evitueshëm menoj. Kur bëhen bashkë disa lidera dhe disa mendje të ndritura, atëherë nuk ka qare pa pas rezultatet mira herë do kur, se nuk dorëzohesh, krejt e keni atë shpirtin luftarak. Edhe qështu vjen edhe suksesi, qështu vjen, veç duhet me kont njëtën frekuencë, është e domosdoshme që me pas njëtën frekuencë. Atë e pash të rina, se unë kam parë lloj menaxherësh në fakt, edhe ka menaxherë që janë bashkëpunëtor, ka dhe menaxherë që duan të jenë çik më mendojnë që e din, ose ka menaxherë në intervista që kanë ardhur, nuk është se ka shumë menaxherë në Shqipëri, po kam shumë eksperiencë që kam parë lloj menaxherësh, ka që janë kështu shumë controlling ose që nuk besojnë shumë, kanë frikë ai që do thosh, të rinë nga mbrapa, më shumë se ç'duhet dhe ndoshta edhe e dëmtojnë atë, kurse e pash Irina kishte një lloj qetësie dhe ka i besim tek ty, ishte shumë bashkëpunim. Po Rina është edhe është e rëndësishme mi pas edhe senet e veta, mos më varë domethënë menaxheri piteje, këtë ardhurat mi pas piteje. Kur ka jetën e vet, kur e kanë të gjithë jetën e vet, po ty të kanë për qefi, për shkak të vizionit, për shkak të qëllimit për bashk, për shkak se po doni me kriju një frym të re, një frekuencë të re, dhe me bo për publikun, për krejt, atëherë që kjo është ajo që